Jashme programin e mbledhjes së parë të Bordit Paqes sot në Washington. Prej orës 8:38 minuta me orën e Washingtonit, që i bie diku rreth orës 14:38 minuta në orën e Shqipërisë, çel punimet për herë të parë ky Bordi Paqes, iniciuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nderin e madh të përfaqësojë Shqipërinë dhe sigurisht të jetë përzgjedhur si një ndër folësit kryesor sot në takimin e Bordit Paqes. Ti shkreti unë për ty dhe të shkretet këta për ty, po ta jap programin, ta lexosh. Shko, ti je i vetmi që nuk mban përgjegjësi për ato që thua, dhe ke shumë, ato që the atë ditë janari këtu, ti falem, në këtë takim sot, programin po dush ta jap, pastaj dile, vetëm bukurit që të kërkosh falje se ke, edhe pas fjalës mbretër, presidenti i pari ndër kryeministra, vjen kryeministri, nuk janë të gjitha vendet që do të flasin, të shkretet ne për ju, shqyr ne që ju kemi, e shkreta Shqipëri që ju ka. Mirë, dakord. Se the zotrote para pak javësh tu që nuk do të shkoj dot në shu është kur s'ke turp. Dhe besoj që kjo është një arritje madhe për marrëdhëniet tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si aleati ynë strategjik. Është një moment historik për angazhimin e Shqipërisë. Kryeministri Rama do të flasi në të njëjtin grup ku do të flasin udhëheqësit e vendeve që janë përfshirë drejt për drejti në çështjet e paqes afatgjat në Gaza, e shoqëruar kjo me një plan investimesh të rëndësishme në atë rajon. Shqipëria nuk do të kontribuojë financiarisht sa i përket angazhimit në Gaza, por Shqipëria përmes kryeministrit të saj do të kontribuojë në vendosjen e urave të bashkëpunimit, të dialogut mes palëve për shkak të një roli të ri që ka marrë Shqipëria. Dhe këtu gjej rastin të përgëzoj edhe të çdo diplomat të shërbimit jashtëm të Republikës Shqipërisë, të cilët kanë meritën e tyre në disa prej këtyre arritjeve të rëndësishme, sikurse ishte pjesëmarrja e Shqipërisë në Këshillin e Sigurimit, që ishte një arritje historike 1 shekull, po të kemi parasysh le të themi radhën e vendeve që e marrin ato, për 2 vite më radhë Shqipëria në koordinim të plot me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Gjermaninë, me vendet e tjera të Bashkimit Evropian, luajti rol tepër të rëndësishëm në ditë të vështira të Këshillit të Sigurimit. Drejtuam presidencën e OSBE-s në vitin më të vështirë të OSBE-s, ndoshta që nga krijimi vet. Flastu për vitin kur bota u përball me çështje të rëndësishme dhe të vështira sigurie, dhe po ashtu bëhemi gati për vitin e ardhshëm, për samitin e NATO-s, që është një tjetër arritje e rëndësishme e Shqipërisë sonë përbashkët. Samiti i NATO-s në Shqipëri është kurorëzimi pas disa samiteve të rëndësishme, sikurse ishte ai i Këshillit, sigurisht e samiti i Ballkanit Perëndimor dhe i BE-s dhe i Komunitetit Evropian vitin e kaluar. Kështu që dashur kolegë të opozitës, unë mendoj që ju takon edhe ju ta votoni ligjin për shërbimin e jashtëm. Është punuar seriozisht për muaj me radhë. Janë bërë edhe disa ndryshime që kanë qenë refleksione edhe nga Komisioni për Europën dhe Punë të Jashtme, kanë qenë refleksione
edhe nga qeveria për t'i dhënë Shqipërisë shërbimin e jashtëm të Shqipërisë antare të Bashkimit Evropian brenda këtij mandati qeverisës, të cilët na kanë besuar shqiptarët. E në fund, jo për nga rëndësia, sepse më e rëndësishmja padyshim që lidhet me bordin e paqes, lidhet me rolin e Shqipërisë, por besoj që secili prej nesh sa herë na jepet mundësia, edhe në zbatim të asaj deklarate që miratuam së bashku një javë më parë, e përshëndes angazhimin e qeverisë në funksion të deklaratës së Kuvendit një javë më parë, lidhur me pastërtinë e luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Është e papranueshme, motra e vëllezër, përpjekja e prokurorëve të gjykatës speciale në Hag për të quajtur ushtrinë çlirimtare të Kosovës një ndërmarrje kriminale. Është e papranueshme se si mund t'i vishet një lufte çlirimtare kjo akuzë, e cila as nuk bazohet në prova, dhe më e rëndë se kaq është se si mund të arrihet në përfundimin që viktima të jetë më fajtore se vrasi, se përdhunuesi dhe si ai që sot e kësaj dite mban përgjegjësi për 1600 trupa motra e vëllezër shqiptar të Kosovës, të cilët na dëgjuan e poshtër burokratike quhen të zhdukur, të vdekur por të pakallur. Dhe në këtë këndvështrim mendoj që sa herë na jepet mundësia të flasim me të huaj, flasim me partnerë ndërkombëtar, na takon si përgjegjësi morale, politike, kombëtare, ta ngrem çështjen e pafajësisë së 4 udhëheqësve të TSHK-s, presidentit Taçi, kryetarëve të Kuvendit Kadri Veseli dhe Jakub Krasniqi, ministrit brendshëm Recep Selimi, të cilët kanë pasur nderin e madh, jo vetëm të luftojnë për lirinë, për çlirimin e Kosovës, por kanë pasur dhe nderin e madh të kontribuojnë në krijimin e shtetit Kosovës, në momentin historik të shpalljes Kosovës, e këtu dua t'ju kujtoj disa për jush që në 17 shkurt përfundoj fjalën. 8 kemi qenë këtu në këtë sallë të mbledhur, ka qenë një ditë, do mos gaboj, ditë e diel, po jemi mbledhur gjithë në këtë sallë, pikërisht për ta ndjekur nga Shqipëria, nga Parlamenti i Shqipërisë, atë moment historik kur presidenti Thaçi mbante fjalën e shpalljes pavarësisë. Sot ngrihet një akuzë kundrejt udhëheqësve dhe turpi i takon prokurorëve, të cilët sot themeluesit e shtetit Kosovës i konsiderohen antar të një ndërmarrje kriminale. Kjo është një përgjegjësi që na takon gjithëve dhe nëse nuk do të bëjmë gjithçka që duhet për ta ndaluar këtë paturpsi, historia do na bëj edhe ne fajtorë që nuk arritëm në momentin që shqiptarët na kishin zgjedhur të ishin përfaqësues të tyre, të mbrojmë historinë e ndritur të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Faleminderit. Faleminderit zoti Balla, fjalën e ka zonja Tabaku, përgatitet zonja Jozefina Topalli. Dhe më pas zonja Ulta Çaçka.